Getin du ta falenderoj dhe t'i kërkoj falje në të njëjtën kohë publikisht. Ka pas raste që e ka mërzit, si shumë artista tjerë, e ka kap lapsi dhe Getin. Me Getin kam një histori urrejtje dashuri, jo për shkak tim, për shkak se ka qenë rivali i kapitenit tim, Viktorit, rebelit, Unikatilit. Duke qenë rivali i kapitenit, normalisht u preknin edhe në ushtarët. Dhe si ushtarë që ishim, donim t'jepnim provat e komandanti që ne jemi ushtar besnik dhe hecja me këtë ide. Për rasti, kur e takoj getoarin për herë të parë, është se vjen ti një njeri që unë po rria me atë. Dhe më tha, po vjej, thash, që do bëjmë? Më tha, që do bësh? Në shpitime, thash, okej, në shpitate. Në bëremi shok, pra. Do bëm shok. Kalum shumë mirë, një periudhë 4-5 muaj ndoshta ka qenë. Dhe u ambientum, u njofëm. Çfarë vite këto? E kam taku Getin, ka qenë viti 2013 dhe mbas 13 viteve po takohemi prapë. Jam falenderues se një njeri i madh meriton, kur them gango, tregojnë me gjestet, kur falin, kur tolerojnë, kur ndihmojnë. Vërtet. Nuk është gango se vrave. Gango është kur ti e di kush je dhe nuk të prek ajo që dikush të mërziti para një viti apo para 6 vjetëve dhe ja lë kohës. Kështu që edhe Geti është nga ata njerëz të mëdhenj, që është e vërteta. Dhe e tregoi veten me mua. Më dha këshilla që do t'i kem dhe do t'i mendoj sa herë që të vi te pjesa e këshillave. Diskutum dhe shumë gjëra tjera në mënyrë artistike se ç'a mund të bëjmë dhe me Getin. Dhe jam shumë mirënjohës dhe jam falenderues në të njëjtën kohë.